Faleminderit, kryetar. Të nderuar, Shqipëria është në moment kyç në rrugtimin e saj drejt familjes së përkatësisë, familjes europiane. Në vitin 2025, në një kapërcim historik përpara, Shqipëria i çeli negociatat në të gjitha fushat, në 33 kapitujt, siç quhen në gjuhën e negociatave. Sigurisht, kjo çelje e mundësisë për bisedime për antarësim është një portë e madhe që hapet në rrugën drejt destinacionit antarësimit në familjen europiane. Kjo portë e çelur për të ulur në tryezën e bisedimeve për antarësim është pas një dyshim shpreha më e lartë e vullnetit të qartë kristal të mbështetjes politike për Shqipërinë europiane të 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Në këtë rrugë hecim në çdo hap me Komisionin Evropian dhe kemi mbështetjen fuqizuese të Komisionit Evropian. Faleminderit shumë nga Shqipëria për ju. Ky kapërcim historik mund të duket surprizues për disa, por është i maturuar në punën sistematike të përditshme, veçanërisht në 5 vitet e fundit që nga dhënia e rekomandimit pozitiv të Komisionit Evropian për çelur negociatat me Shqipërinë në vitin 2019. Ai flet një herësh për aftësinë e vendit si i tërë, atë të institucioneve shqiptare dhe profesionistëve tanë. Ky kapërcim historik ka energjinë e një vullneti politik të palëkundur për Shqipërinë europiane 2030. Integrimi europian i Shqipërisë është një mision i përbashkët dhe ju çmoj shumë dhe ju falenderoj në rast të parë për unitetin, bashkëpunimin dhe bashkëveprimin e madh gjatë vitit 2025. Në vitin 2025 dhe këtë fillim viti, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, qeveria dhe institucionet e sistemit të drejtësisë dhe ato të pavarura, si dhe aktorët dhe faktorët politike social, kanë treguar dinamizëm në rrugën me ritëm, duke krijuar një precedent të ri, do të thosha, të progresit dhe thellimit në reforma e rezultat sa i përket shtetit të së drejtës. Unë sot relatoj dhe dëshmoj këtu për ju, për hapa para të vendosur, me busull standardin europian dhe çdo rekomandim të Bashkimit Evropian. Në konsolidimin tashmë pa kthim, në çdo hap që bëjmë para drejt antarësimit, të reformës në drejtësi, luftën kundër krimit dhe parandalimin e dënimin e korrupsionit, sigurinë dhe barazinë sociale, por edhe të drejtat e njerëzit që janë në zemër të katalogut të vlerave europiane. Shqipëria miratoi 75 ligje dhe akte të dyta të ngjashme të transformimit europian në drejtësi, luftën kundër krimit dhe korrupsionit, siguri dhe barazi sociale të drejtat e njerëzit vetëm në 14 muajt e fundit, të biseduara të gjitha me kujdes dhe në frymën e rekomandimeve cilësore të Komisionit Evropian dhe të trupës së ligjit evropian, siç quhet ndryshe në gjuhën e negociatave, aki e Bashkimit Evropian. Kuvendi i Shqipërisë, me një vullnet të palëkundër evropian, mandatoi standardin evropian në disa paketa të rëndësishme ligjesh. Paketën në drejtësi dhe në luftën ndaj krimit, me ndryshimet në kodin penal dhe ligjet e sistemit të drejtësisë, apo 2 ligjet për substancat psikotrope dhe luftën ndaj drogave, dhe ato për kontrollin e eksportit dhe parandalimin e trafikut të armëve, si dhe ligjin për zyrën e rikuperimit të aseteve nga veprimtaria kriminale. Paketën antikorrupsion, me ligjet kundër konfliktit të interesit, atë për sinjalizuesin, atë për lobimin, për herë të parë Shqipëria normon lobimin në ligjvërje. Teksa kemi në proces edhe projekt ligjin për donacionet dhe sponsorizimet, si mas për parandalimin e korrupsionit, ligj që bëhet i ri për herë të parë mbas 3 dekadash jetë të ligjit ekzistues. Në anën tjetër të punës, ata të parandalimit të korrupsionit, modernizimi i shërbimeve digjitale vazhdoi të progresojë pa asnjë vonesë. Progresi me masat parandaluese të strategjisë kombëtare kundër korrupsionit arriti mbi 87%,
dhe përpushmëria me rekomandimet e Greco i kaloi 2/3. Paketën për median, me ndryshimet në ligjin e medias mbi transparencën dhe masat mbrojtëse për gazetarët për shkak të detyrës së gazetarit dhe lirin e shprehjes. Paketën për kontrollin e emigracionit dhe forcimin e kufirit, me ligjin për informacionin e pasagjerit, atë të kufirit, apo për të huajt, si dhe me planin e kontingjencës për flukset migratore, apo me të parin plan masash për pregatitjen në perspektiv për Schengenin, plani Schengen i Republikës së Shqipërisë. Institucionet e sistemit të drejtësisë nga ana tjetër bën progres të dukshëm si në drejtim të digitalizimit të administrimit të drejtësisë, ku puna tashmë ka nisur me sisteme digjitale edhe në gjykata, edhe në prokuroritë e vendit, ashtu si dhe me përfundimin e vettingut dhe trupëzimin e standardit të integritetit dhe të pasurisë figurës për punonjësit e drejtësisë, me rregulla të reja tashmë të miratuara nga KLG dhe KLP. Institucionet e drejtësisë gjatë vitit 2025 forcuan dhe konsoliduan rezultatin e punës në luftën kundër krimit dhe korrupsionit, si në hetim dhe në gjykimin penal, veçanërisht SPAK dhe GKK. Edhe në drejtësinë civile dhe atë penale, institucionet e drejtësisë hartuan planet për të reduktuar backlogun, thënë thjesht listë pritjet për çështjet penale dhe civile për gjykim. Kanë filluar zbatimin e udhërrefyesve për reduktimin e listë pritjeve, ka dhe disa rezultate të para, sidomos në gjykatën e lartë dhe ato të apelit, por edhe në prokurorinë e posaçme dhe të përgjithshme. Kuptohet që rezultatet për uljen e listëpritjes duhet të forcohen shumë më tepër gjatë vitit 2026 dhe 2027. Mund të jenë kapërcimi historik që çojnë Shqipërinë në kilometrin e fundit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian i rekomandon Shqipërisë të konsiderojë se për të mbyllur negociatat për antarësim, duhet të përmbush rreth 101 piketa përmbyllëse në të gjithë fushat ose 33 kapitujt. Puna për këto ka filluar dhe sa i përket vitit 2026, përmes ligjbërjes nga Kuvendi i Shqipërisë, në disa fusha kyçe të ekonomisë dhe tregut, ne po përgatitemi për disa paketa të reja ligjore. Për sa i përket biznesit dhe shoqërive tregtare, është përgatitur paketa me 9 projekt ligje, të cilat janë në konsultim me Komisionin Evropian dhe do t'i paraqiten Kuvendit. Janë rregulla që kanë të bëjnë me standardin evropian në shoqëritë tregtare, regjistrimin e biznesit, shoqëritë e bashkëpunimit evropian e të tjerë. Sa i përket tregut dhe mbrojtjes së konsumatorit, është hartuar paketa ligjore me në qendër projekt ligjin për mbrojtjen e konsumatorit, po përgatitet ngritja e agjencisë si një qendër për konsumatorin shqiptar më pranë hap pas hapi dhe gradualisht garancive që gëzon konsumatori evropian. Sa i përket shërbimeve, Shqipëria po punon për ta plotësuar standardin evropian, e ka hartuar ligjin e shërbimeve, ka marrë miratimin e Komisionit Evropian, do t'i paraqitet Kuvendit. Kjo është shumë e rëndësishme sepse Shqipëria do të nxjisë eksportin e shërbimeve drejt Bashkimit Evropian dhe potenciali është. Ju falemnderit dhe na prifte mbara. Së bashku.